institucioneve. Deputet dhe aktivist të PDK-s së bashku me përfaqësues të aleancës janë mbledhur sërish para ndërtesës së qeverisë, duke kërkuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti të shkojë në kuvend dhe të vazhdojë procesi i konstituimit të tij. Nga PDK-ja, Gëzim Stavileci tha se Kosova është republikë parlamentare dhe se askush nuk mund të jetë mbi kushtetutën dhe ligjin. Askush nuk është mbi kushtetutën, asnjë individ, asnjë parti politike dhe asnjë pushtet nuk mund të vendoset vetëm mbi ligjin. Ndërsa deputeti i Aleancës Teuta Haxhiu e akuzoi Kurtin për bllokim të institucioneve, duke kërkuar që ai të ushtrojë detyrën e deputetit dhe të mundësoj funksionimin e kuvendit. Duke keqpërdor buxhetin, duke ngulfat zhvillimin e bizneseve, bizneset po mbyllen çdo ditë dhe mesazhin që po e përçon tek qytetari i thjesht është që ky vend po shkon çdo ditë duke u bë jeta më vështirë për të jetuar për shkak se një njeriu ju ka tek që të bllokoj institucionet në vend. Pas kësaj, dy partitë shkuan në sallën e kuvendit të Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Elmir Reqica, ka thënë se askush nuk ka të drejtë të ndalë konstituimin e kuvendit. Vendi nuk mund të mbahet vazhdimisht në krizë. Institucionet nuk mund të trajtohen si pengesa që anashkalohen kur nuk të përshtaten, kur nuk janë sipas masës sonde. Partnerët nuk mund të trajtohen si të panevojshëm kur nuk të japin të drejtë. Kushtetuta nuk mund të respektohet vetëm atëherë kur ty të konvenon. Nga ana tjetër, deputeti i Aleancës Time Kadriaj e ka zhvendosur flamurin kombëtar nga ulësia e Albin Kurtit në kuvend te Foltoria. Ajo ka akuzuar Kurtin se qëllimisht po e shkatron sistemin kushtetues të vendit. Shifni veprimet e fundit, o shkelsi kushtetutes, o patriot me bateria, nuk mundesh me u kamuflu, as me këtë flamur të shejt, po as me asgjë tjetër, sepse ti je shkelsi kushtetutës dhe qëllimshëm po rënon sistemin kushtetues të Kosovës. PDK-ja dhe Aleanca po e zhvillojnë këtë aksion para qeverisë dhe mbledhje në sallën e kuvendit tash e gati 2 javë.